Po edhe kuptimin artistik. A ke shumë punime të tilla, Eymen? Po kam shumë punime. Edhe mandej na tregon procedura për me bëni punim të tillë. Këto ishin vetëm disa prej punimeve të mia. Unë kam marrë pjesë edhe në ekspozita të ndryshme, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, në Shqipëri, në Maltezi. Ekspozita e parë imja ka qenë këtu në Universitetin e Prishtinës, me disa punime, jo ashtu me shumë punime. Mirë po, veçanta është që një punim i tillë kalon në disa faza. Fillimisht shkruhet, domethënë ushtrohet në një letër të thjeshtë, forma se si ti po dëshiron që ta shkruash. Dhe një punim profesional sikur ky nuk shkruhet direkt në letër. Për shembull, ky nuk është kjo e mesit apo ajo e para, nuk është me të parën ashtu e kam shkruar, domethënë me herën e parë. Mirë po, ushtrohet disa herë në një fletë, pastaj ti e merr atë formën më të mirë që ka dalur dhe pastaj e zhvendos në letrën përfundimtare. Dhe pastaj ka procedura, edhe pasi që zhvendoset në letrën finale, janë disa procedura të marrjes së ngjyrës, për shembull, të ngjyrës së tepërt me disa thika, merret ngjyra, domethënë. Këto me çfarë ngjyra punojnë? Janë ngjyra të veçanta të kaligrafisë, cilat i kam bler atje. Me këto që punojnë piktorët në pëlhura, a janë tjera? Në letër janë të tjera, të cilat i kam bler atje sa isha në Dubai, pastaj edhe në Stamboll. Mirë po tek ne nuk ka këto ngjyra përveç ngjyrës akrilik. Akril, po. Po. Dhe po ashtu edhe lloji i fletës është lloj i veçantë, domethënë për kaligrafi, e cila nuk po është letër, e cila nuk që ngjitet mirë edhe ebru, edhe këto ngjyrat që mirën nga uji, Dhe kështu pra. Domethënë furnizohen me mjete. Është një procedurë, nuk është aq e thjeshtë që merr edhe shkruan ato. Është i shtrejtë arti kaligrafisë? Është i shtrejtë, mirë po në vendin tonë nuk është diçka shumë e re dhe ndoshta nuk vlerësohet aq shumë dhe nuk i jepet çmimi aq sa do të thotë e meriton, sikurse në vendet në të cilat është e njohur në Turqi apo në vendet arabe. Qysh falim. Me punu në mur, ta zëm një diçka të tillë. Se thaj që ke punuar edhe në përmure të xhamive, mandej edhe të shtëpive private, apo dikush që don me pas një pjesë të këtij arti brenda hapësirave të veta. Është procedurë, si thonë, ndryshe apo? Po, pikërisht. Po është goxha e komplikuar, don goxha kohë. Është më e komplikuar, më e vështirë sepse për shembull ka lartësia shumë të larta që duhet të shkruajmë. Dhe fillimisht e praktikoj të shkruaj me laps në mur, sikurse thash që mos të hyj direkt me herën e parë sepse mund të gaboj. Mos më dosh më shumë. Pastaj shumë e vështirë. Polikolor mbi. Edhe mandej e mbush me ngjyrë ato. Po, pastaj e mbushim me ngjyrë dhe kështu pra. Po si apo në për ato murët e larta të xhamive janë ato, si van skelet ato po. Edhe sipër atje krejt, nuk e di. Ato pra, ashtu është më vështirë. Mirë po, me ndihmën e mjeteve, do thotë. Kryesisht këto i gjejmë të gatshme, njerëzit që duan të punojnë, i sigurojnë gjitha, unë vetëm shkoj dhe kryej punën time. A mund të më ndihmu dikush, për shembull, unë s'kam lidhje me kaligrafi, po ato hapësinat që ti ke kriju mundet me i mbush me ngjyrë. A mund ta bëj atë? Po mundet, pikërisht. Nëse unë, domethënë, i bëj vijat e gatshme apo pikat. Okej, thu këtu e kuqe unë mbush ose dikush. Në mënyrë po që ta kryejmë më shpejt procesin e shkrimit. Eymen, si ka qenë rrugtimi yt kështu deri më tani si kaligraf? Apo të pëlqen, a je kështu në habitat tonë, a je komfort? Po, pikërisht. Unë kam, sikur se thash, kam studiuar gjuhën arabe, mirë po, më shumë punë më ka dalë me kaligrafinë. Unë e kam nisë këtë si një hobi, domethënë. Jo mundu me e plotësua dëshirën e brendshme me domethënë me mësimin e këtij arti. Mirë po, kur jam kthy këtu në Kosovë, më shumë më ka dalë punë dhe kjo më shumë do të thotë më është shtuar qefi dhe dëshira për ta zhvilluar këtë art në Kosovë. Dhe secilën herë më shumë po e shoh që po vlerësohet, qoftë me organizimin e ekspozitave, panajireve të ndryshme, apo me porosinë e njerëzve, dhe dita ditës do të thotë po më pëlqen edhe më shumë kjo art. Po jeton për kësaj pune, aty duhesh me bëu një punë tjetër gjithsesi. Jo, ka fitime edhe prej kësaj pune dhe do të thotë është domethënë profitabile, sepse njerëzit e pëlqejnë, është diçka atraktive për syrin, sikurse e përmend ju, qoftë në fund kornizave apo shkruhen nëpër mure kështu me radhë. Është diçka që
po e shoh që me kalimin e kohës edhe në Ka me të Kosovë shëndru si profesion, pas, ja? Mirë shumë. E men, artin jo gjithkush e vërin. Apo? Për shembull, nëse i kemi këto e shohin dikush që oj pas ka vendos dikush edhe dojmë mi pa, por kështu rastësisht njerëzit disa kush është interesuar me vërin, ose kush ka sy për art e vërin, jo gjithkush e vërin. Si të vlerësohet ty kjo punë? Si e ndjen ti që vlerësohet kjo punë apo jo? Po, sikur se thash më herët, për shembull, neve nuk po na ofrohet mundësia shumë që ta shfaqim artin ton, përveç se në rrjetet sociale, mirë po sikur të organizoheshin më shumë panajire për shembull apo ekspozita. Ekspozitë personale. Po. Jam në përgatitje të një ekspozite personale, mirë po me më shumë punime. Njerëzve ju pëlqen, edhe pa e ditur se çfarë shkruan edhe pa e patur atë fyrin e artistit, domethënë e ka një lloj vlerësimi apo një lloj pëlqimi për të. Mirë po, ka dhe prej atyre njerëzve që qofshin piktorat apo e shohin me syrin e tyre dhe mundohen, do thot, me e gjetë veten në këtë art. Dhe padyshim që kjo mua pastaj ndikon shumë mirë tek unë dhe një porosi ndoshta edhe më e vogla më të motivon mua që të vazhdoj dhe të mundohem që ta gjej atë, domethënë, pëlqimin më të madh të njerëzve, që ndoshta edhe të merrem më shumë, do thot, me atë çka ata atyre ju pëlqen, apo të kufizohem në një prej shkrimeve i cili ju pëlqen njerëzve më shumë. Po shoh disa prej punimeve tua edhe në rrjetet tonë sociale, jam aktualisht në Instagram, edhe po i shoh disa prej punimeve. Një nga veprat e tua, apo jo kaligrafike, është përzgjedhur dhe i është dhuruar edhe kryeministit të Kosovës, apo jo nga imami i nderuar, kështu e ke shkruar, imami i nderuar i Çabës, si shenjë simboli e respektit dhe vlerësimit. Si ndodhi që ai e mori një punim dhe tha, këtë po du me ia dhuru kryeministit? Po, ishte kjo vizita e fundit, tash këto ditë kur ishte para javën e kaluar. Po, javën e kaluar, ishte sikur se e dim një panajër këtu në sheshin e Prishtinës, organizuar nga Ministria për Çështje Fetare në bashkëpunim me Bashkinë Islame të Kosovës. Dhe ato erdhi në vizitë edhe imami i Çabës, mirë po e vizitoj edhe stendin time ku isha të kaligrafisë dhe i pa punimet e mia, ju pëlqyen shumë punimet. Pastaj ishte një vizitë tek kryeministri dhe më thanë që njëri nga punimet tua, do thot, na ka pëlqyer dhe dëshirojmë që t'ia dhurojmë kryeministrit. Dhe ishte, do të thot, një punim prej punimeve më të mira të mia që ka marrë pjesë në një garë atje në Emirate me të dhe kam fituar vendin e dytë. Do ishte më i miri dhe më i vlefshëm. Pas kam pas faj ata që ju ka pëlqyer. Po. Dhe ishte një thënie e mirë, dituria është dritë, ndërsa ignoranca është errësirë. Dhe e morën atë punim dhe ja dhuruan kryeministrit. Gjithashtu edhe kryeministri ishte aty në vizitë. Te panajiri, Po, tek panajiri, ja shkruajta emrin atij në kaligrafinë arabe. Agroni ta ka gati. Unë gati ta kumlon. Jo, nuk e di. Do të thonë, sa shpejt mundesh me shkruaj, ndoshta nuk e di, qoftë në alfabetin arab ose edhe latin. Po. Se the që je i mirë dhe në alfabetin latin apo jo? Shkruaj shpejt, masi që e përmenda këtë panajirin, e kam patë për detyrë aty që t'ua shkruaj emrat vizitorëve në kaligrafinë arabe. Dhe normal që aty është dashur me shkruaj shpejt, për shkak se numri i vizitorëve ishte jashtëzakonisht i madh. Dhe i kam shkruar mbi 8000 emra. Thot mbi 8000 emra i kam shkruar. Sa sekonda ta merr me shkruajnë emër? Po ndoshta 10-15 sekonda. Delfina. Ose veç agroni, sa shumë. Si dush. Agrona apo delfina? Shuj dytë. Hajde për pak sekonda. Mos u bë kursimtar. Okej. Se ketë përshtatshme tavolinën për këtë? Nuk është, do thot, nuk është as lapsi i kaligrafisë, mirë po. Jo, s'është sigurisht. Delfina, po. Okej, po. S'po usuj me folë se mos po të dekoncentrojmë. Që po mu i ka me konë në shkrimi jam? Po bësh edhe bukur po të rriga. Shumë.
Veç edhe pllumin e vizator lartë. Si ka qenë dikur. Pse këto i bone ma vonë? Këto janë kështu si shenja të piksimit, apo edhe zbukurime. Prandaj thash, a janë zbukurime? Po. Okej. Kjo është emri Agron. Agron, po. Dhe Delfina. Delfina. Okej, Shumë bukur, faleminderit shumë. Një kujtim i bukur, po. Normal që sikur të ishte me Apo shihet? me laps të kaligrafisë, normal, dhe delte ndryshe. Po, dhe delte tjetër. Normalisht ndryshe. Faleminderit shumë. Bukur, faleminderit shumë. Pas suksese në këtë krijimtarinë tënde. Dhe u vlerësovë gjithmonë më shumë. Faleminderit edhe për juve, dhe kjo është njëra prej mënyrave që, domethënë, sikur se ftesa që ma keni bërë ju, që ta promovojmë të artë. Absolutisht. Padyshim që shumë faleminderit për juve. Okej. Mirë, po shkojmë të lajme tash.